من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. Të ndershëm vëllezër musliman, shpalje falenderoj Allahun xhalla shanu xhalla xhelali që na bëri pjesëtar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bëri të mushme të bëjmë në këto vende dhe të bëjmë adhurim dhe madhrim Allahun xhalla shanu. E lusë Allahun xhalla shanu që ashtu siç na ka tubuar në këtë vend, na tubojë edhe në ditën e gjykimit në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamat të ndershëm, pasi nesër është dita e parë e Kurban Bayramit, dita e festës së muslimanëve. Njëri kujtim të shkurt për gjithë ata të cilët ndoshta ende nuk e kanë ndarë mendjen për Kurbanin. Tua rikujtojmë vlerën e madhe që ka Kurbani. Jo se Allahu xhalla shanu ka nevojë për Kurban, po njeriu ka nevojë për sevap dhe për humanitet. Kur themi se duhet pritet Kurban, se si musliman duhet të ndihmojmë vëllezërve tanë musliman. Nuk e themi këtë se Allahu mvaret prej kurbanave tonë, asesi, po se ne e shtojmë sevapin tonë, e mbrojmë pasurinë tonë, i fshijmë mëkatet tona me punët e mira të cilat ne i bëjmë në emër të Islamit. Por gjithë ata vëllezër, të cilët e kanë mundësinë të thërin Kurban, por ende nuk kanë thënë, është koha ende e mundshme pra inshallah që ta bëjnë një jetë edhe të thërin Kurban për shkak se vlera është shumë e madhe. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Kurbanin? Në një hadith të vërtetë transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ditën e Bayramit, puna më e mirë që mund ta bëjë besimtari pas faljes së namazit të Bayramit është që ta thërë Kurbanin. Është që ta thërë Kurbanin. Normalisht në ato vende ku mund të thërë, në këto vende ku nuk mund të thërë, vetëm ti e pakun e thërin ato atje pra ku duhet. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj? Në ditën e gjykimit, Kurbani nuk humbet xhamat në tërshëm. Se shpesh disa prej nesh e di çka thonë ne i dëgjojmë. Shkova me çaj që pakujta një kurban, po ata çojnë, as ta çojnë, po di çka do të bëj. Unë e bën atime, po. Atë po, ka bu as të po, ka bu edhe atë nuk e di. Atë ma njohet dikush, as ma njohet dikush, edhe atë nuk e di. Xhamat të ndershëm. Shikoni, kur flitet për këtë punë, nuk janë puna e atine organeve tona a qenë vendindjen e që i kemi. Po as në vendet tjera. Nuk ka më kanë humbë emnin, se ne gjejmë dokumentin. Ta Allahu xhalla shanu nuk humbin dokumentet. Ta Allahu xhalla shanu nuk humbin letrat. Shprehemi simbolikisht. Çdo që regjistrohet, mos duj nuk e di a da çojnë as ta çojnë. Prej momentit ti, kur e ke bën një jetë të Allahu, ajo është pranuar inshallah me një jetë pasur nëse e ke. Edhe regjistrohet te Allahu, se vapin ti e ke te Allahu xhalla shanu. Bile edhe dikush me ta manipulu atë Kurbanin tonë, ose atë sadakan tonë. Ti te Allahu se vapin e ke. Ai që të ka manipulu, ai e ka mëkatin, ai e përgatitet të tape xhevap ti ditën e gjykimit. Ai duhet të tape xhevap. A ti se vapin ti në jetën e ke vap. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pra.
Allahu Gjeleshanuhu nuk I humbën kurbanët. Ditën e gjykimit do ta sjellë kurbanin me brinjët e vet, normal nëse ka qenë dash ose lop ose çka ka qenë. Me likurën e vet, me brinjët e vet kur është therr. Edhe do të jetë kjo në dorën e punëve të mira të njeriu. Nuk ta shen njeriu, valla thotë, mirë na thotë hoxha ndinjon atëherë, nuk humbet, ama ndinjon çelë kur të shohësh të kujtohen këto fjalë. Nuk humbet. E bia Allahu Gjeleshanuhu. Pejgamberi sa e ka vërtetuar këtë gjë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjaku I kurbanit, para se të vjedhë në tokë, para se të pikojë në tokë, sevapja ati do të shkon te Allahu Gjeleshanuhu. Do me thonë gjaku para se të vjedhë në tokë, bie te Allahu Gjeleshanuhu o Gjeleshanuhu. E inshallah xhamat të ndershëm, ne të jemi për atyre të cilët krahas punëve të mira të tjera, inshallah do të gëzohemi në ditën e gjykimit edhe me kurbanat tonë kur do të shohim të cilat I kemi thënë. Me cilët u kemi ndihmuar njerëzve, u kemi lehtësuar njerëzve, u kemi zgjat dorën e ndihmës. Por në këtë dinjë për rastet tona nuk ka kur gjë një kurban. Një kurban 150 franka me standardin e këtushëm. Ndërka që ne harxhesëm shumë e ma shumë tepër para për punë tjera. Po paramendonin ditën e gjykimit xhamat të ndershëm. Sa gëzim të qetë për besimtarin të shohë kurbanin e vet. Një iPhone 700-800 franka. Edhe mund të ta vjedhën, mund të hupish, mund çdo çka të bëj. S'vjen ditën e gjykimit iPhone. Ama kurbani 150 franka. Inshallah ditën e gjykimit do të jetë në favorin tonë. Inshallah Allahu Gjeleshanuhu luçet tona dua tona e pranon. Nga të qiellët në lakon, në ban të mushme gjithë bashkarisht ta festojnë nesër 5 madhështore të kurbanit, edhe të jemi për atyre të cilët do të vazhgasim dorën e ndihmës. Edhe një herë një rikujtim, namazi sabahit nesër ora 7, namazi bajramit ora 8 e 10. Pra luteni në kot vini, me qëllim që mos I ndodhen ndonjëri të hike namazi I bajramit, por shkak se nuk mund gjeje parking. Edhe për parkingat edhe një xhamat. Ne kemi bajram, po nuk ban lëm për shtipjet këqija, se si zakonisht ditët kur ka shumë njerëz lëm për shtipjet këqija te kojshit ose te opinionit. Pse I zamë rrugët I bëjmë. Nëse nuk ka parking, nuk ka, do të vinë edhe sekuritasët do të rregullojnë. S'ka parking për gjithë, po çka? Zgjidhje ka, është nalt Kemteni pra, stacioni e Prudor, Panovi Kemteni, ka dika, po nuk ka edhe ati. Është afër parkingu I Mikrosit, për 1 frank në orë, le ati 5 minuta në kamp edhe çdo gjë rregullohet. Ne nuk duhet edhe për shtipjet këqija të jam, sa për ne bajram, nuk mund ti zonë këtë rrugët të se ne ka dalë bajram kemi. Ija ma herët ze vend, nuk ka vend, kërpa vend ku ka. Me qëllim që mos bëjmë nga vje policia duke falë bajramin edhe na qërtoj dhe to të ju qka jeni të pa. Pra, këto duhet t'i kemi parasysh. Mos e lamë të rënkut nga kujtohat në edhe. Ta futin edhe në brenda, në kafeterinë. Jo, hes pak në kam. Ija ma herët, drejno është t'i kundit. Nuk ka vend, s'ka vend, nëse më prodhojmë vend, s'kemi qka bëjmë, në qa reja këllu vendit. Do shkojsh do qenjsh vend tjetër. Pra, luteni kujtes, qetësi, maturi, rrend kemi ta tregojmë ne karakterin tonë, ta tregojmë se kush jemi, jo të lamë për shtipjet këqija e të punë. Ma si të vje këj bajrami muslimanët nuk su kush t'i durojë muslimanët. Pra nuk duhet të lamë këtë, inshallah Allahu Gjeleshanuhu në pëson, e fut gëzimin në zemrat e gjithë besimtarëve tanë, e fut gëzimin në zemrat e gjithë muslimanëve, dhe gjithë zullumin për atyre ku banë zullum, Allahu Gjeleshanuhu e largoh, dhe mos haroni pas namazeve farze, deri në ditën e 4, 100 ditës 4 të bajramit, pasi t'jep një selam prej namazit farz, duhet të çoni tekbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Ela inna sana kalam wa balagha nizam, kalamullah al-malik al-qadir al-aziz al-alam, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين
اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا يا مجيب السائلين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين المعتدين الظالمين إنك لا ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu dhëron drejtësi, bamirësi dhe respekt të parafisit dhe ndalon nga punët e liga, punët e këqija dhe të kalimi kufive, ju kështllon me këtë me qëllim që të merrni mësim.